kur bie nata, drita zbehen nga dalja, në zemrën dizet një valja, sërit vjen si dritën e rësirë, radio vlera na mban të mira. Edhe kur heshtja bie mbi qytet, ti je aty nuk na vetëm, çdo mbrëmje me ty, nuk jemi vetëm. Në valet e tua, gjemën një botë të Radio Vlera. Zëri që në flet, radio kara, zemrën na e mbledh. Nga çdo qytet, Emisioni Arktus është Una Gazmore. të citë dëgjojmë me dashuri, histori të rëjehen si një melodi. Na lidhen bashkë në harmoni, fjalët të ngrota, buzë qeshje pa fund, na bëjnë më afër se kurrë. Çdo mbrëmje me ty, nuk jemi vetëm, në valët e tua, gjejmë që botë tjetër, tragim nga shi, sëri që na flet, radio vlera, zemrën na e mbledh. Çdo mbrëmje me ty, dita nuk shuhet, në radio vlera, zemra dëgjohet. Emisioni Arktus është Una Gazmore. Drita zbehen nga dalë, në zemrën vizet një valë, sërit vjen si dritë në rësirë, radio vlera na mban të mirë. Edhe kur heshtja bie mbi qytet, ti je aty nuk na lë vetëm, çdo mbrëmje me ty, nuk jemi vetëm. Në valët e tua, gjejmë një botë tjetër, Agim Gashi. Moderatori i emisionit Agim Gashi. Radio Vlera, zemrën na e mbledh. Nga çdo qytet, nga çdo shtëpi, të gjithë dëgjojmë me dashuri, histori të rëjehen si një melodi, na lidhen bashkë në harmoni. Emisioni realizohet në studion qendrore Radio Vlera në San Luis të Francës. Çdo mbrëmje me ty, nuk jemi vetëm, në valët e tua, gjejmë gjë botë tjetër, Agim Gashi, sëri që na flet, radio vlera, zemrën na e mbledh. Çdo mbrëmje me ty, drita nuk shuhet, në radio vlera, Mirë brëma dëgjues të nderuar. Mirë brëma, mirë se erdhët në valët e radios suaj, mirë se erdhët në valët e Radio Vlera në emisionin e rregullt të mbrëmjes. Ju përshëndes ngrohtësisht kudo që jeni dhe nga do që na ndiqni, duke shpresuar të keni kaluar një ditë të bukur vikendi dhe duke uruar që do kalojmë bukur edhe këtë mbrëmje bashkarisht deri në orën 22 si zakonisht. Jemi në emisionin Arktus, është Una Gazmore dhe pas pak unë ju pres që të bëheni pjesë emisionit duke na kontaktuar pasi që emisioni është i drejt për drejt. Mund të na sillni parçoletat tuaja, anekdotat, fjalturta dhe çdo gjë që na bën për të disponuar dhe për të qeshur edhe ne këtu në studio, por edhe dëgjuesit e shumt, të cilët na ndjekin anë kënd botës. Përshëndetje për gjithë dëgjuesit që na ndjekin në platformën e Radio Shqiptare në Shkabaj, ata që na ndjekin nëpërmes faqes zyrtare në Google www.radiovlera.com dhe ju të tjerët që jeni duke na ndjekur këtu në live stream, gjithë dhe ju përshëndes ngrohtësisht dhe ju uroj qaste të bukura në vazhdim. Para se të fillojmë emisionin, pak para se me hyjë në emision, vërtet me befasoj një dhuratë, një shkrim që na erdhi në redaksin ton dhe do ta lexoj të dashur dëgjues. Vërtet është një dhuratë që se kemi pritur në këto momente, megjithatë janë njerëz ata që na vlerësojnë, janë ata njerëzit të cilët nganjëherë edhe nuk duken, por ja që vinë në momente të caktuara për të na frymëzuar, për të na dhënë energji dhe për të na mbështetur në rrugën tonë që kemi nisur tash 6 vite më parë. E shkruajmë, nëse mund të gjej shkrimin.
besoj që po. S'do ta zbulojmë emrin kush e ka shkruar deri në fund, ashtu si e ka shkruar do ta sjellim para jush të nderuara dëgjues. Agim Gashi zë që lidh fjalën me shpirtin. Në një kohë kur fjala është shpesh humbet mes zhurmës së botës moderne, ka njerëz që arrin të mbajnë gjallë magjinë e saj. Njëri prej tyre është Agim Gashi, poet me ndjeshmëri të hollë, artistike dhe moderator në Radio Vlera në qytetin e San Luis. Ai përfaqëson figurën e njeriu që nuk jeton vetëm për artin, por edhe për të shpërndar atë të tjerët me përullësi dhe pasion. Poezia e Agim Gashit nuk është thjesht varg, ai është frymëmarrje shpirtërore. Në krimtarinë e tij ndihen malli për vendlindje, dashuria për njeriu dhe besimi se fjala e bukur mund të bëjë botën më njerëzore. Vargjet e tij ecin qetë, pa bujë, por mbeten gjatë në kujtesë, sepse burojnë nga përjetimet e sinqerta. Ai shkruan si një njeri që e njeh dhëmbjen, por nuk e humb kur dritën e shpresës. Në studion e Radio Vlera, zëri i tij merr një dimension tjetër. Si moderator, Agim Gashi nuk është vetëm prezantues emisionesh, ai është orë komunikimi mes njerëzve, kulturave dhe kujtimeve. Mikrofonin e përdor me kulturë dhe maturi, duke i dhënë radios ngrohtësi që sot mungon në shumë media moderne. Teksa dëgjuesit e ndjekin nga larg, ai arrin të sjellë afër aromën e gjuhës shqipe, tingullin, emocioneve dhe ndjesinë e shtëpisë. Qyteti San Luis bëhet kështu më shumë se një hapësirë gjeografike. Përmes zërit dhe poezisë së tij, ai shndrohet në një pikë takim shpirtëror për shqiptarët që jetojnë larg dheut. Në një botë ku mërgimi shpesh krijon heshtje të brendshme, njerëzit si Agim Gashi i japin kuptim kujtesës dhe identitetit kulturor. Stili i tij modern qëndron pikërisht tek thjeshtësia elegante. Ai nuk kërkon fjalë të mëdha për të prekur zemrën. Në poezinë dhe komunikimin e tij ndjet i ritmi i jetës së sotme, i shpejt, i lodhur, por ende i jetur për dashuri, art dhe njerëzi. Kjo e bën figurën e tij afërt dhe të respektuar. Agim Gashi mbetet shembull i intelektualit që përdor talentin për të ndërtuar ura drite mes njerëzve. Në poezi, ai flet me shpirtin, ndërsa në radio me zemrën e publikut. Dhe pikërisht aty qëndron mashtia e tij. Në afërsinë për të mos e lënë kur fjalën të ftohet. Shkruan kështu Gjuli Spahiu, që deri sot nuk dija ka qenë ndonjëherë, nuk kem parë, ndoshta ka qenë në radio, Gjilan, Kosovë. E përshëndesim Gjulin dhe e falenderoj për zemërsisht për këto fjalë kaq të bukura që na i ka përcjell, cilat vërtet edhe mua këtu në studio më emocionuan dhe s'kisha kohë të lexoj sepse pak minuta, një 3-4 minuta para se të futem në studio rastisht e pash që arriti në shkrem dhe solla para jush. Respekt gjithmonë e nderuara Gjuli për juve, familjen tuaj dhe shpresoj e uroj që do të arrijmë të arsytojmë këto fjalë dhe vërtet edhe pse thash nuk e kam parë në radio, më befasoj me analizën që e ka bërë edhe të poezive të mia, më befasoj për mirë, e falenderoj shumë dhe e uroj gjithë mirat në jetë. Ti përshëndesim dëgjues të parë që isha këtu, Bekim Zonin e përshëndes vendasin tim, Gjuli është me ne dhe Gjuli Spahiu, autoria e këtij shkrimi vërtet një studim, kështu mund ta quajmë, shumë të thukt dhe shumë real. E falenderoj shumë.
Gjuli Spahiu thot shëndet e sukses Radio Vlera, faleminderit shumë Gjuli, përshëndes edhe mikun Martin Përkeqi në Miluz. Gjithashtu një përshëndetje edhe për miken Gane Sallahu. Një përshëndetje për poetën e Vlerave Merush Musa. Bekim Zoni thot mirë mbrëma dhe përshëndetje nderuar vendasa kem gashi respekt. Faleminderit, respekt gjithashtu. Martin Përkeqi të përshëndes shoku, gjithashtu je përshëndetur shoku, të roj disponim të këndshëm vazhdim. Me ne është dëgjuesja rregull Nexha Berisha, cilën e përshëndes, mandej Miradie Fazliu Morina, gjithashtu është të përshëndetur. Dëgjuesja rregull të Fatmira Liu, po ashtu është të përshëndetur nga ona jonë, në shoqëri me ne është edhe doktori, një njeri vërtet me mendova, por nuk qenë kaj. Është me ne edhe Sami Arifi e përshëndes, Osman Zonin, po ashtu vendasin e përshëndesim. Një përshëndetje edhe për dëgjuesen e rregullt Naile Berisha, poetën Nexha Reqica dhe gjithë juve që po na ndiqni këto momente. Edhe njëherë e falenderoj për zemërsisht Gjulin për këtë dhuratë të bukur e cila do të jetë gjithmonë në këtu pranë arshivën e radios si një dhuratë e veçantë. Ky shkrim i papritur këto momente pak para se të futesha në studio. Të nderuar dëgjues, jemi drejt për drejt. Ju që dëshironi të merrni pjesë mund ta bëni këtë nëpërmes Viberit në +33 780 545 835. Jemi në emision argëtues, ju pres të na argëtoni me pse jo, ta sprovoni veten këndim. E kemi edhe kuizin e radios, mandej na sillni barcoletat tuaja, anekdota dhe çdo gjë që vërtet i shkon për shtatë këtij emisioni. Kemi nevojë të qeshim të paktën në këtë ditë të fundjavës nga një javë e lodhshme nga puna, dikush nga shkolla, të tjerat edhe aktivitetet e ndryshme në familje, kështu në shtëpi, dhe është rrugës të paktën një herë në javë të qeshim. Do të shkojmë me një pikë muzikore dhe ju mirëpres të nderuar dëgjues. Përshëndetje për dëgjuesit të cilët janë inkuadruar në ndërkohë. Ne përshëndesim Adriana Deliun, gjithashtu një përshëndetje për aktorin dhe regjisorin Mikon Smajlu Shtako nga Hollanda, një përshëndetje për Vullnet Vejizi, më duket është për herë të parë dëshiroj mirëseardhje. Ferhat Gjevahir Kabashi nga Suedia, si zakonisht janë shoqëri me ne. Meri Pnishin gjithashtu e përshëndes dhe uroj mirëseardhjen dhe valët të Radio Vlera. Një përshëndetje nga Lufrana nga Franca. Po ashtu në shoqëri me ne është edhe avokatja Angelina Lala, që e përshëndes dhe uroj qaste të bukura. Mikun Bajram Osmani përshëndesim, një përshëndetje për poeten Miken Manushaçe Ismaili gjithashtu dhe gjithë juve që po qëndroni bashkarisht me Radio Vlera. Ju që po na ndiqni këtu në live stream, ju lutem ta bëni shpërndarjen e emisionit në mënyrë që të na bashkangjiten sa më shumë dëgjues. Shkojmë me disa anekdota derisa të kemi ndonjë inkuadrim, ndonjë dëgjues që do na bashkangjitet. Disa anekdota nga miku Ademi, sa kush falet me e pa rregulla. Një herë të një mik ishim disa mysafir dhe kur erdhi koha e namazit,
njoni po predikonte faljen e namazit me lutit të falje me dhënë. Por unë nuk pranova. I thash se nuk e predikoj namazin. I Zoti i konakoj të përpozoj të falej në një dhomë tjetër, por ai me qëllim këmbgulli të falej aty në dhomën ku ishim ne. I Zoti kanakut nuk ja prishi qefin dhe ja rregulloi vendin aty. Për sherr, si duket kishte ngrënë pasul, po do të kalojmë një tjetër. Shkojmë te një anekdot tjetër nga miku Demademi, se miku kjo, as gjykatësi nuk i shkruan vetë. Aslan Kozhica ka punuar shumë vite rojtari pyllit në malet e Qiqavicës. Njëherë në një seancë gjyqësore, një i akuzuar për vjedhjen pyll shoqëron në pyllin shoqëror i thot gjykatësit: "Shoku gjykatës, rojtari nuk i plotson flet pa ditë vet, ato ja plotson dikush në familjen e tij." Rojtari thot hajnit: "O burr, as gjyqtari nuk i shkruan vet akt vendimet edhe pse është në fakultet, por gjykatësi flet e daktilografi shkruan. Edhe pse nuk e ka të familjes, daktilografin gjykatësi i beson. Kur nuk e kam pa të shti daktilografin të lexoj çka ka shkruar. Është e vërtet se familjarët e mi plotsojnë flet pa ditë. Jo se nuk di me shkru, por e pranoj se kam shkrimin e dop. Edhe pse i kam familjar dhe besoj gjithmonë, ishti edhe njëherë me lexu për të mos u bë ndonjë gabim. Ti mor burr në vend me të keq dhe me kërku falje, me dhon fjalën se nuk ke me vjedh ma, i thua gjykatësit Aslani nuk i ka shkru flet pa ditë vet. Çka ka rëndësi kur shi plotson flet pa ditë? Me rëndësi është se ti je personi që të kam zonë duke vjedh dru në mal dhe nuk ti kam shtu asnjë. Me beso shoku gjykatës, ma së shumë ti kam problem me ata hajna që i fali nga njerë dhe va shkruaj dru ma pak në flet pa di. Dhe këtë person e kam fal njerë, po ashtu i kam shkru dru ma pak se në të vërtet i ka vjedh. Pra, personave që u ke bërë mirë, apo u bën mirë, në të shumtën e rasteve mundohen e miku shkrimi edhe kë mundohen me ta kthy me të keq, ose ta kthejnë me të keq. Të nderuar dëgjues, mos hezitoni, na kontaktoni nëpërmes Viberit në +33 780 545 835. Imran Ali është shoqëri me ne, miku Bajram Osmani, gjithashtu është bashkërisht me ne mandej këngëtarja Vlera u Bardha Brahimaj, gjithashtu si zakonisht është me Radio Vlera. E përshëndesim miku Bajram Osmani, mirë mbrëma, përshëndetje për gjithë dëgjuesit të Radio Vlera, përshëndetje miku Agim Gashi, mbrëmje të bukur, faleminderit shumë, mbrëmje të bukur edhe ty. Me ne është edhe këngëtarja dhe poetja Albana Barci, cilën e përshëndes dhe i uroj qaste të bukura në vazhdim. Miku Ismail Lushtaku thot një anekdot. Okej, çka ka thonë Gëzim Kruja? Mos vraponi pas grave të huja, se ju del mjalt e juja. Jo, ju del mjaft e juja, aha. E çka po ta merr mendja Gim? Nuk e di, miku Ismail, pa e provu kërkush të din. Pak humor. Vazhdojmë tutje. Miku dhe poeti Hasan Elshani thot një falënderim të veçantë për plot mirënjohje për mikun redaktor Radio Vlerës, zotri Agim Gashi Drenica, me respekt Cani Lubjan. Përshëndes aty miku im i qmuar Hasan, të qaste të bukura. Shoqëni me ne është edhe Sabile Sadiku, cilën e përshëndes, mandej poetja dhe këngëtarja Albana Barqi thot përshëndetje Radio Vlera dhe stafin tuaj përshëndes, edhe dëgjuesit faleminderit shumë. Një përshëndetje edhe për poeten Laureta Malaj që është gjithmonë me ne, mandej dëgjuesën e rregull Shukria Hyseni.
Farushe Begollin po ashtu Sabilja thot përshëndetje Agim, dëshiroj mbrëmje të bukur, faleminderit Sabilja dhe ty të uroj mbrëmje të bukur, uroj të jesh mirë me shëndet. Bardha Brahimaj thot këngëtarja, përshëndetje Radio Vlera, mbrëmje të bukur, ju uroj gjithëve, faleminderit gjithashtu edhe ty. Edhe Shukria Hyseni, përshëndetje Agim për ty dhe gjithë dëgjuesit, faleminderit. Farushja, përshëndetje Radio Vlera, përshëndetje zotëri Agim dhe gjithë dëgjuesit, faleminderit edhe njëherë përshëndetje. Na ka përshëndetur edhe poetja Laureta Malaj, mirëmbrëma miku im i Radio Vlera dhe dëgjuesve të radios kudo që ndodhen, ju uroj një mbrëmje sa më të bukur. Përshëndetje miqë nderuar, faleminderit që jemi ne, respekt gjithmonë. Imran Aliu thot përshëndetje për të gjithë, faleminderit shumë. Shoqëri me ne është edhe këngëtari mirënjohur nga Bazeli, Miku Basteri Ibishi, cilën e përshëndes dhe uroj qaste të bukura me Radio Vlera. Në shoqërimin është edhe Haxhi Vata Hasani, thot mirëmbrëma gjithëve me respekt Radio Vlera, me respekt stafin Agim Gashi. Faleminderit, respekt gjithmonë Haxhi, edhe për juve. Faleminderit për shpërndarjen, numri po rritet, ju kisha lutë gjithë juve që jeni me ne, ta bëni shpërndarjen sepse nuk ju kushton asgjë. Por gjithashtu ju presë të bëni edhe pjesë e emisionit duke na kontaktuar nëpërmes Viberit, mos t'ju lodhi numrin e Viberit e keni të regjistruar tashme edhe këtu ku po shkojmë drejt për drejt, po është i regjistruar. Andaj vërtet do të shteknasi të ju kem këtu, na tregoni barcoletat tuaja, anekdotat, pse jo, fjalë të urta, ta sprovoni veten në kuizin e radios, do të mësoni bashkërisht, askush nuk e di të gjitha gjërat, mandej ta sprovoni veten edhe në këndim, të këndojmë live, pse jo, do të ishte vërtet të kënaqësi. Do shkojmë në vazhdim me këngën Lozanjari jam nga Albana Barçi që është me ne, duke uruar disponim të këndshëm edhe Albanës edhe juve që po qëndroni bashkërisht me Radio Vlera. Shumë me vështirë jam, rotu po
Ndoshëm këtë këngë bukur dhe jemi rikthyer të nderuar dëgjues, jemi drejt për drejt në Radio Vlera në emisionin e rregulltar këtu së Shtuna Kazmore. E kemi tashmë ndinjë edhe dëgjuesën tonë të rregullt të Sabilen nga Suedia, cilës i dëshiroj mirëseardhje, mirëmbrëma Sabile. Mirëmbrëma, kemi si jeta. Mirë se na erdhe, po si jete, ko që ta kemi dëgjuar zërin, a je mirë, me shëndet, me rëndë? Po, valloja kemi thonë mirë të dikon, jo bashkë në rregull, po du të me thonë mirë. Po e në rregull si jena kërkosh me këshyra shallë, kështë, qa me po? Qa me përbush? Pak mos me inshallah nuk je shkrejt, që e problemi. Inshallah. Më thotë më mirë me hi me dola për të mirë, për i qatë versën, du të më thonë. E vërtet është e vërtet. Të kolla ma dhirë, ma keshe që të qysh. Po, si nuk ka. Si qysh familja Po i për njerë mirë, kam qenë edhe në disa det me grep, pak po kalshuves zonin hala. A i shkon, mërtoj shkon kë, a ki mërtoj shkon, jo grep. Për njerë, thash shqyqër që si jam këngëtarë, së më këshin hubës disa dorshma, që shë më ka prisë zonë. Kështë bo, me CD, kalaj. Kësë më ranë mend, thash sa bojnë këngëtarë të ngratë, kër që bje kështu gripi, bova ki e kanë dorshme në caktune, edhe dhët me kënu. I kështë shumë CD në zonën tërë, kër ke kënu, dhe me gënë i kështë një vritë të vishë busë. Jo mire ki tash të shumica që ashtë të bja bojnë këta. Po dhe e ki posë të në kryë për i me, vishë busë të livritin, ato kështë dikur. Me të vërtet po. Po, se keni kuhen atje, Sabile? Mirë, ta gjem, në ka kesh mirë, është. Dardonin mirë ke po? Ovaj me do gripa, e kanë ljudh, e kanë tesh. Për gjëna dhe të tesh, sa i shkon, sa i këthehet. Me të vërtet është shumë i poshtër këfar gripi. Shumë, interesant, dhe ke imunitetin e dëpën duke se shumë. Më se të lohë stofet, shumë është. Se kur që shtojnë vërën në falë. Zogu i qurës, të shing të nërë. Pa. Se dhe me fërë pas në arru, shi që. Ajde të regana nëj anekdot, nëj barcelet, disponana pak. Përvëllë, kemi që kam me kjo. Se dhe me kam një shoshë që të për gjënat zëtë dhe kam qëhta kam pas krejt këto. Edhe kemë ka smu sa vetë për kërkon. Pa haran e kam. Aja Boshnjokja? Po, kja Kroatja. Kroata që ka qenë, po. Herë një ditë këtë më najtë me gjënë se qita kofë më najtë e hangër kolashë sane, kërë të ndëllim që të të bashkë, më kështë e këtë së të në ujsh. A i tha të qatje të komunat. 3-4 herë, ku banën të, thash më të jakete, unë që atë, thash pine kohë, qysh, a kur, të mërë kur, zëtë. Kur? Aja vetë i shordë vetë atje? Po vetë vjen, po tani po harran, ku ke? Ku po shkujme, ku kemë, si kërë ato 3 veta, thashin kona gëmë, qështu me harris. Shkuj një vene, rrinë, pinë, hanë, buke, ushqa, qaje, ma, bete, si mja mirë, kur nisën me shku të shku, dhe së të thonë, qysh më rast në qiti buk, as qaj, as kur gjëhesh, kur e o trita, të e në kom dikona? Ja, helez ma zi se këtu. Aja, dhe ma shkret. Ja, po. Shkall. Edhe kjo e shkont nusja, a gjemë shkur nusja në pëshin të dvetë. Edhe i shkon lormi që më kallë shpia të burri. E zëz dita më kallë dhe vjera. Të të vallohi, këm ditë që ato ka me hongër dreshë, vesh se këm ditë që hatë pjekt. Po, kam... E hanë ty dhe. E hanë që së hanë. Vjera pa hujnë. Po, vjerat më pak për i dojnë, Po, si do kërkush, po që vje po, inshallah zëtë i dënë, si harra. Inshallah, si harra një merë, asë, jo mërim.
Se vëlloj me bo, ani me bo që është të vëdala shita kuku. Qitë. A se dhe kër e konas, a ke kush a shkaj, a qa vo, na i me bërë. Po, qa me bo. Po, ki edhe në Barcelet, në Ta vës për di brekim vëshe, kur më ka hongër gjarë një mund, të kalëzu. Na, i dhe të rego se gjarëmit ja kam frikën, për edhe s'kam qef me po heq. Në televizor, kur i shohë, me në herë ka lejtë, se në shohë, edhe në koj kum po heq, akim, më patru teze një bëllit, atë në ka thënë, me këshyrë teze, se kur dhe teze atë vjerë shqeqera, dhe në dë shqeqera të larëm. Hana, në ka thënë atë ishëm përmarë shumë për kësi sanë. Edhe në të, më në isha me këshyrë, se kur në posë këve di qka, ja i vanë. E më hypër nga me këshyrë kua, më ka thërë koma. Jo, unë në kishe e thërë, se këm ditë. Edhe e më ullë në tëkë, jo më ullë, mos, ko mujtë më shumë e hesë. Ma a i koma më njerë. Edhe më shku të shpia më koma më ndurë si bebë. Kur shkën shpenona, ku qa ki, thash e më thërë, se këm ditë. E pas ka hangër gjopë, me le me që të hujgja. Hopa, nona, 7 vjetë i kom pas, hopa, edhe në kom kërgjë shnush, më ndim qajke. Kom që të hujgja, thët e këna dove në gjopë, në taj hujgja, me që i livret ke busë, të shasha pa thot, dhe shbusë, ja pasha livret, dhe qka. Edhe të shpija 8-3 javë ditë, unë s'ko mujtë me livrit veni e ratë. Më bu koma me më dhe koma se kitë trupi. Të pështova, 8 nuk diqa. Ne, po që me bu. Janë këto vërtet ngjarje që ndodhin jeta ka dhe papritura, po shqyqyr që ke shmetu. Po se ko në Elmus, vëllaj se hëgja së më kishë bo sanë këtë dyja. Gjopën s'ka qenë Elmus, me siguri. Po me siguri se që ka lidhe hëgja me gjarë. Po, pra. Bërë në zjenë në kazë që të hëgja. Jo, me hëgja, po se ka në Elmus edhe jem pështu. Po edhe të isha dhe këtive ma mirë me lisha kërtali që atës kësha ditë kërgjë më shumë. Jetu kërgjë vjeta të shkaj për fashë që të qështë, të më nu. Sa tjena gjallë, do të më nu. Me të vërtet, po, me ndova edhe unë, sot tash nuk pushujem kurrë, nuk mujtu me po mendoj njeriu është vazhdimisht në lëvizje dhe këtë kohë shumë dinamike dhe nuk di kur dojna me jetu, që është po thotë. Vesh janë bo njerëzit si kur robot, si maqina, si njerëz nuk di as vetë si kur robër të kësaj jetë, me të vërteta shumë keq, shumë problematike, s'po kemi mundësi me angazhime gjithmonë, po çka me bo. Jo, s'kem që me bo se do të njëri sot tjerë, gjollë do të më mënu, dorë me ble, me pru, me hongër, me pi, me pastru, me lo, me fshi, se pe kërkuna s'ki që prit për dikun në dishka. Për njerje. Jo, për zotën, me bo, anë me të roty vëndve kërkosh, anë se i smutë e për të në krejtë më shku. Kërë ka pas burën smutë agim, s'ka pa derë shumë, po kërgja. Kur vishin me po, vllaznia vetë të këshyrë orë, non-stop të këshyrë. Ajë tani u mërzit ke, që pe këshyrë vetë sa hatë që u bo, shumë për gutia. Edhe thiri dikush me telefon, krejtë ishin që smutës, më isha me bo të shpanik, që ishin një thash mirë, vesh kur ka vrita e pe kuzhina atja, a mirë për duk, na. Me qa me bo. Për qa me bo, po e kreti dishin që o smutë, për qa me thonë vëllaj që da u të shumë smutë, pa e dishin kreti që o smutë. Na ka merë neve ashtu edhe me ka smutë, jena mirë. Po dhe pa e kishe me thonë me bo kja me që me orë dikush me nej. Po, ka posë nevoj për... Po ku për neve. Qa me bo. Na ne kem marrë ma shumë këtire dhe dikush për shënde shumë,
Ty e krenë dëgjuesit me një natë mirë. Faleminderit shumë, natën e mirë, respekt gjithmonë e përshëndetje Respekt pa fond. edhe për Dardonin, përshëndetje Dardonin shumë, e ka lënë sa më bukur, një mbrëmje të bukur. Faleminderit edhe nga una jonë për juve, gjithë mirat respekt. Faleminderit, respekt edhe për ty pa fond. Gjithashtu natën ishte me Nesa Bilja nga Suedia, cilën e falenderoj. Do shkoj me disa vetëm pak disa epigrame nga poeti Halil Xhoni, me ka sjellë këtu në redaksi. E do t'i lexoj duke shikuar fushatën një parafushat. Them nuk vdes e fundit as shpresa e ngratë. Te konvertuarit në fe dhe të aderuarit në parti janë ma shumë zhurmagji. Kur partit në fushat, popullit s'kan çka me i thonë, jashajnë njëri tjetrit me bab e me nan. Faleminderit shumë miku, poeti Halil Xhoni, për këto epigrame bukura që ne ke sjell. Përshëndetje edhe për dëgjuesit që nuk kanë bashkangjitur dhe me ne, me shoqë këtu ka qenë edhe miku Halil, nuk dia është ende, përshëndes. Ju uroj një mbrëmje të bukur. Fatmir Aliu thot veç një burr i thot gruas, e bukur je, veç kishe qenë e huja. Faleminderit Fatmira. Vazhdojmë të gjërat e huja gjithë janë më të ëmbla, duken. Miku Halil Xhoni thot përshëndetje miku gjem, për ju dhe dëgjuesit tuaj ku do ndodhen. Faleminderit miku jem Lili, përshëndes për zemërsisht dhe të uroj qaste të bukura në vazhdim. Axhi Vota Hasani thot agjem përshëndetje. A mund të apostoj një poezi të Lorës? Mund të apostosh lirisht ose Silma Messenger do ta lexoj me kënaqësi ose hyr vetë lexoj lirisht. Të mirëpresim. Këngëtarja Vlera Bardha Brahima i thot bravo Albana, bukur zemra të këndoft, po me ngjan si ato të 15 vjeçarët. Faleminderit. Shkojmë tutje. Miku Ismail Elushtaku thot një këngë nga Primadona Bardha Brahimaj, nëse ka mundësi Gimi bite, gjithsesi ka mundësi, si s'ka mundësi do ta dëgjojmë. Tahir Gradica shoqëri me ne, përshëndesim. E vazhdojmë tutje. Me ne është edhe Elmia nga Gjermania, përshëndetje agim, dhe gjithashtu gjithë dëgjuesit veçantë Sabilen i uroj një mbrëmje të bukur, edhe ne të përshëndesim Elmia dhe të urojmë mbrëmje të bukur, edhe ty edhe qaste të bukura me radio Vlera. E kemi tashmë në linje edhe të nderuarin Janus Zeinullahu, cili të dëshiroj mirëseardhje, mirëmbrëma. Nderuar Janus. Mirëmbrëma zotëri Agim, mirëmbrëma edhe dëgjuesve, mirë se ju gjeta. Mirë se na erdhë. Po jeni si po kaloni? Po mirë jena, po ty si të kemi, si po kalonte? Po na, mirë. E po mirë shumë. Po ma mirë, po mirë, nuk do të bukojt. Jo, ka mirë ma mirë, po ka edhe keqe ma keqe, kështu që na... Që shka thot plesht? S'ka ma keqe, ja, ka ma keqe qa dush. Që shka thot plesht, nuk as i pari as i mromi, ma mirë ka mesi dikon, as mirë fort mirë, as fort keqe. Jo, veç ishallah nuk na provon zoti me smuj. Amin. Edhe me të lashet ndoja se as të lashet që janë të mira, pas shneta me të munguar të o keq, po kjo nuk varet për neve, po duhet mi boj zmet ka pak vetit mi. Është vërtet, është vërtet. Me rehabilitu ka pak. Normal, me najt gati, vëllaj, se kur si rrim na veti, kërkush gati, s'na rrenë mo. Pasha zotin Agem, une sajrë bën diçka kjerë e qajt e mjeshtri, me këshyrë diçka po s'është në rregull ushtima, ja kjo ne e vetën nuk i bëjmë, tani veç kur të na rrok tepër, tani
Au kuku, po Vallahi. me bona i kontrol ma herët e ma Pak, minet gati, po. pak i rrim gati shëndetit, që shpëtu ti, deri sa të rëgjohëm, që atëherë tani të mjeku po vërnësht. Po, Atëherë po mos. atëherë vërnë. Jemi në emision artus, hajde të volim diçka të bukur, diçka që na disponon, naj barqëllet, në anekdot, në ngjarje humoristike, nga jeta jote, me knasi dhe të këshimi. Njoni tha i kish pas një qenë, tha po hishin musafir të dalshin, asu që i keme le, tha Nikoj Shi, tha i kish qenin, tha po shumë leke, tha i tranoj ke mavu. Ky tha tash me na shka mi bo me na, tha ty be tha pa e qute kovaci, tha me dhon uj, me bo ma cert. Tha kure qaj, tha shajke për qenin, tha mi dhon uj, tha moje, tha pra kryet nërmjet tomve, qenit e murë, tha një moshe në zejti mire tja, kur ta ka kizbre qeni, tha apo do të mi dhon uja lo, tha, ja, Bol. mu më hangër, tha, pa aty në të hujve, tha, pale shaj u banë. Allah, e paska boma tegre. I dha uj Ka tegër. dha uj, po mirë ka bo se ka lypa i zoti i qanit. Aha. E shumë interesant. Po, mikë, Janus, të vazhdojmë. Njoni kish pas 2 djemë, tha njoni nuk ja deshke punën, tha po një dit i pruni, tha të shok, edhe pitën boqe, tha që aty tena ksham, tha dikura hinen mrana, edhe mrana tha u të pi. U qunë sa ba apet dullin boqe të pi. Tha këpi, ai roktori tha i kishtu gjona që me dhon uj të reka, ka vjen të përpjet, tha i dul për bora, tha alu, tha shaqoj edhe njerë, tha shpinë më rëmodha që ta shi po të dhonë pi atje, tha im të i pru. Po e djali e niti, tha pi thot, o bob, tha njeri, tha i ke pat që tash, tha tha shpinë o. Tha ma mirë, tha të kjanë. Këto bile njerë po pikan edhe po nalkan, tha ju pi promit, pi për joshë, pi mrana dhe s'pëdini kufime, Por ne gjoja ka njëherë e din se kur njihen mo nuk hanë, as nuk pinë, po njerëzit e të përën ka njëherë. Po gjdo sen e kem edhe ushqimin me hongër tepër, pe fryn luktin, po të munon. Normal. Po edhe pia tepër, pa mor parasysh, a pin alkohol, as fare, po qëfar do pije në të me pi, është e tepër. A i thojnë, kur janë për nga Amerika kalua, të pare ishin konë të pi raki, tha tu knoqa, dhe po, pa u pi, sa e ka njës, në fillim, po a i gore, tha e po mirë, tha po gëzum, ka erdhen, tha ta këshin pi tepër, tha do shoshin, do rreshin, do nëna, tha, e pi aty i të kalon me konë haram, më tënë që e kanë kalu, e kanë kalu. Ka të pru, si të të presh, zdo sen, mo. Zdo sen është haram, vëlla, si të presh. Pasha zotin për. Edhe shorti par është me adit hallin veti të agem. E vërtet. Ti t'ja dish hallin që s'ban me pi ma shumë, e ketë bon taman, po ke që shke, po dikush si ta gjon mufte tani ma së zdi më nol. Qa mi bo? Ato që ka thonën, tha, dhondrit i kishtë thonën, babgjushe vetët, kur djenë vlavi pi Zvicrës, mere edhe hajde konë me bujt një natë. Kur shkoj, tha, a i tha, për respekt tina, tha, qash kish bo, më tënë. Po. Tha, po kë atje vetë atër ka nejtë atë. E ha, këpi thot,
e ngoc ke tha, shuqy se po m'hat, tha, bom. Ron me tjeta i pisketa në kupqilo, sa marova. Pa tha, atë kom thonë be vla me balë mëse te pra. O, hajgoni du të mja kekë, jo me thonë me fjallë. Ja, Allah, thash... E posa ka bon, tha, i kishë dhe bru të Ja, thë vjekja të ngatë më s'ja lese. Bëdi ova. Po, dhe po. Po. Çka më bon, miku? Po shka me bon, qëto e gare me bon, Po, marë po kemi nevoj, ka pak më bo humor, ka pak më kënaq. Jeta që të shkon, herë mire, herë kese. Po, mos me pas probleme të më dhaja, mos me pas, është më rëndësi. Kjo është rëndësishme. Ka për të të Po. Sa për thojnë dëgjus? Dëgjus, kur gjë dëgjus janë mirë, po në ngojnë, po pinë qaj më duket, e janë shtra, edhe po përshojnë, për dëgjus të është mirë, nuk o keqa. Do të me hin pak me na tregu nej kojk, nej kushe, nej E vërtet, nuk po dojnë me hinje edhe apo kënan miku janës, apo e kënan një kongë, mos s'po dojnë ata. Yes. Star Rock, ha? Yes. Yes, ban. Të danë mo. Ja, jenë, me dhe me pas ka këngëtarë, thuj, na mos mujna me kënu. Ja, shtapat e 6/7, ja, se danë mo. Vërtet. Atëherë, në kime shtu dhe diçka tjetër, miku janës? Ja, du me lanë rana ty në qelve në të folën ti ngajmi. Faleminderit shumë. Ju përshëndes agim, respekt për juve shumë, pa mos. Respekt për gjithë dëgjusit, një natë mirë dëgjusit. Gjithashtu respekt edhe juve, falenderoj shumë që gjithmonë gjanë kohë dhe je bashkarisht me ne. Të rojë një mbrëmje të bukur, disponim të kanë shumë që ndërose. Me veç që nuk pisha dëgjus kush është, tek është, nuk mujmi përshëndet shto me shkrem, se masin unë pengoj veç ka shkove, se kënena s'mujmi ndëgju. E di, vërtet po vjen kesh, po s'po ka mundësi që është me të ndimu. Po, shnesh se Ajë që vera gati erë. Shnesh i ka përcen ketë. Po mëre gati erë vera, tash besoj që dikush vjen pe i shokve, ose takuhëm, ose të shohim, edhe rregullim edhe këtë problem, me siguri. Shumë faleminderit. Agim Zeqirin e kam ngatë. Agimim, a i tha kur shkoj, tha unë kam me rregullu. Tha shu bo, Agimi besoj, po sa dikon ish me vëllau, si ka shku vëllau pe Gjermanie, e përshëndesim edhe Agimin edhe vëllaun e tij, i ka shku atje në Kanada, dhe janë, besoj, jam i sigurt që janë të kalu bukur, ju uroj gjithë mirë. Kalojnë, mirë. Unë me Agimin, për me shumë shpesh jemi taku. Nuk ka larg, po tani dalë që ka ere për qef, ka njerë dalë që me nej punë edhe tani hajtë, masi dola me kry punë edhe u takajshmi. Qështë, mirë konë me ta... Po do këtë njeri qetë, do këtë njeri mirë kështë, ne përshëndesim, i përshëndes ato, ty të falenderoj shumë, për kohën që ndonë në ne. Natën e mirë dhe njerë, kalet sa më bukur me program në vijem. Në natë mirë, uroj gjithë mirë ato për ty dhe familjen tuaj, e mirë të gjoshëm, shumë faleminderit. Mirë të gjoshëm. Ishte me ne Janus Zenillau nga Ramioni i Vitis, cilin e falenderoj shumë për inkuadrimin, edhe juve të dashur dëgjuese, ju falenderoj për vëmendjen, por ju pres të bëheni pjesë e emisionit duke na kontaktuar, si zakonisht
në përmes Viberit në +33 780 545 835. Mos pritni, mos hezitoni, jeni në radion e duhur, jeni në radion tuaj, në shtëpinë tuaj, në Radio Vlera, andaj ju mirëpres. E ne do shkojmë pa humbur kohë, ta pranojmë dhe telefonatën e radhës, me ne është dëgjuesja rregullt Fatmira Liu. Mirë mbrëma, mirë se na erdhe Fatmira. Mirë mbrëma, mirë se gjej. Po si je, si po kalon ti? Mirë, faleminderit. Ju, a jeni mirë si kalon? Mirë që zakonisht, mirë po kalojmë edhe ne, mirë jena. Gëzohem. I përshëndes dëgjues të gjithë. Faleminderit shumë, po andaj për juve, a ka diçka të re para se me shkue? Jo, asgjë të re me vjetra. Me Ko vjetra? mirë, përgjithësi me vjetra, kur që diçka që me veçu s'ka kur gjë. Mirë përgjithësi. Mirë shumë. Edhe ku është rregullu pra, edhe të jo. Kjo është më Po rëndësishme. mirë është, sot ka qenë koha shumë mirë. Nesër pritet shi me ra, po se këtu në Gjermani ç'është është një ditë shi, një ditë kohë e mirë, po mirë përgjithësi. Atëherë, në i Barcolet, në anekdot, diçka që na ke sjell për sonte. Se dikune e poshtë një që ke shkrujt, po nuk po taku me lexu. Po dy të shkurta i shkrujta, po një policë ndalon një vetur, edhe i thot shoferit thot pse ndalove, thot të ndalove se je në 120 në zonën 20. Thot, o, polic, lutem, po kam shku te mjeku i sive se edhe ashtu nuk shoh. Dhe me thonë edhe ma keq. Po, ashtu thot, Edhe nuk sheh edhe nget veturën, që është edhe më e rëndë. po, edhe ashtu nuk shoh, po, edhe një tjetër, shkon një fshatar të Nastradinit, edhe i thot Nastradini të jo marrë me ta lyp gomarin. Thot, o, më vje keq shumë, thot, po nuk e kam këtu, thot e kam fshat. Edhe ndërkohë gomari bërtet. Thot, o, thot, qysh, thot, ti nuk po më, që shumë ashtrove që gomarin këtu e ki, thot, t'ja po më beso mua gomarit. Unë e kam, dikon e kam, po nuk dija më e gjoj, tash e kam bo poezi këtë anekdot e Nastradinit. Unë i lexova, së vërtet ka njëherë së më kujtohen, se po ka, po mund është me marrë kështu anekdota e Barcoleta edhe në për mes Facebookut, po harrohen. Normal, është ma mirë me mujtë me i marrë me i bogati, kur të hymë në emision me i pas, po kena, që është edhe na në përgjësi edhe ku vazhdojmë edhe për edhe ndonjë Barcoleta në anekdotë. Jo, nuk vetëm këto veç thirë t'ju përshëndes, o bo kjo rutinë me thirë. A don me hynë në kuez, me provoj? Po provoj. Hajde të provojmë nëse mujna me gjithë, se veç pak ka kohë që më të se këna s'kemi shku atje. Që mund është me gjithë, besoj që do t'a gjojmë. S'ka problem. Jo, do t'a gjojmë, po të provojmë bashkaresht, besoj që kemi nevojë me i përsërit gjonat edhe normal. Nuk ka kur që të keqe, edhe nëse gabojmë, se normal. Kemi gjithdijshëm, kemi çdo kush veç të shkoj t'a gjoj. Opa, besoj që ishte lexoj shpejt një Barcolet shkurt. Gruaja thot, burr, a këshyrem një film horror? Burri thot, okej, shpirt, lëshu kasetën e dasmës. Më harror, ma zdi që ko. Që të mdull një. Kush? E pashë në Facebook mdull që të pa dashje, po i shkoj mirë. U thash kështë dikur që të pejtë muzika. Jo, më doli këtë muë edhe lexova. Veç shkojmë të... Po, mas një kuve që ashtë, i do këtë, po nuk është humor është kjo. Besoj që tash do të shkojmë të
E pas na pas fshim do këtë quizin, do të instalojmë, shpresojmë shumë shpejt. Shpresoj që do të na funksionoj. Për sa ditë sillet toka rreth diellit? 360, 356, 325 apo 365 ditë? Ku 365? Toka, po, një vit rrëmëllak bëhet për mos sjell edhe ditë. Ka një herë të... Këtu në ka ra pyetje shumë e shtirë pak, kjo, sa është jetëgjatësia e një fluture? 6 muaj, 1 muaj, 9 muaj apo 3 muaj? Këto se pas në lexuar. Do të më kanë, po thënë 6 muaj, po... Ja, shamër, 6 muaj e nëzan vjeshta. Aja bojmë 3 muaj ose 1 muaj, që ato dikon do sej ma shumë s'ja. A nuk ka një... Ajo të bojmë 50-50 të mëshojmë, të ka met 1 muaj dhe 6, shkojna me 1 muaj. 1 muaj të koka, a peshen 1 muaj. Ja, kur i disë kom pos... Jo, se me logikë, se asun se di kështë, po... Jergovan, disa njerëz e quajnë, teglën, lejlen vjollësën, në gjyra lejl, për vjollëse, jastekun apo jergonin, jergovan, kujnë e këtë? Në gjyra nështë? Po, në gjyra vjollëse, i thëmë të nabilin Kosovë, jergovan i ka thonë. Po, jergovan, po të në... Letrat prodhohen nga balta, druri, hekuri apo plastika. Druri, e sakt. Çfarë do të thotë fjala fast food? Ushqim i shpejt, ushqim i ngadalshëm, drejk apo ushqim i shishëm. E din me siguri ke dëgju fast food përdoret shpesh kjo edhe në Kosovë tash edhe në gjithkund. Është ushqim që merret në dorë i shpejt, me siguri i shpejt, po i shpejt është ushqim i shpejt, e sakt. Cili marinar ndroi për djath të pjekur në ishullin e Thesarit. Këto ku me gjithë. Cili marinar në film do të thotë ishulli i Thesarit është. Cili marinar ndroi për djath të pjekur në atë ishull. I ka rënë, e ka pa ëndrrën, që ka humbur djath pjekur. Janë këto: Ben Gunn, Kapten Flint, Israel Hands apo Long John Silver. Cili ndrojnë pyetjen, ndrojnë pyetjen, filma këshiri ka njerë, po të sheqë, s'po më kujtohet, diçka që kom po, diçka të tillë kështë. Tashti... Mos ta që ke fundit në besaj që ke fundit. E jeka zgudzova me shku, cili është filmi i pari James Bondit? From Russia with Love, Dr. No, Goldfinger apo Thunderball. Filmi i parë i James Bondit. James Bondit, edhe një herë në fatë se... Ndisha me lexu mirë se anglisht, From Russia with Love, Dr. No, Goldfinger, ose... Dr. No besoj që është. Po, të lumt, bravo. Besoj. Bravo, që shkojmë të pyetja 7. Shpiksi James o tram, çfarë shpiku? Tramvojnë, makinën elektrike, makinën me avull apo akurudhën? James, a bënd 50-50? E kena dje, gatovisht, e kemi minus, në të jeku minus një pike, një pytje, mujna mi hjek veç pak, e kena. Do me thona kam bet tramvojnë, veç James o tram, qëfar shpiku? Tramvojnë, makinën me avull se ka shpik, jam i sigurt. Akurudhën, apo akurudhën. Ja akurudhën, ja tramvojnë, po o tram i thëjnë tramvajt, të në Bovaki edhe... Jo, akurudhën, ja po tramvojnë, po menojnë nëse tram, e ka mbe pjesën e fundit e... Po edhe nëse është... Ja, në hupë shumë s'ka gajle, në pyetjen e 7 jem. E vërtet, e sakt, shkojnë, tramvojnë e pas ka shpik, mos harroni. Vishë logikisht në bazë të emrit mu dok që tramvaj i për shtatët, se këtu në Francë në tramvajt e themi tram, shkurt, edhe qashtu, i pas ka met ngaj,
Na mbuloj. Inshallah s'na iku. Se kem të shku mirë. Për njerë e kemi problem. Nuk di pse në telefon mu Nëse edhe nëse largohet së është kërgja. mu largue kuizi, mu largu ja gjetëm. Gjetëm Rodolf Valentino Clay, veç pak, edhe pak Rodolf Valentino Clay, i njohur tash edhe me emrin Rahman Ali. Është vllau i bokserit Muhammed Ali, Mustafa Hamsho, Akber Muhammed apo Lail Ali. Vllavi kujt është ky Rodolf Valentin Clay. Po themi Muhammed Ali të kurse di. Veç se pas kom të gjuvish më Ali që Po emni Muhammed Aliu e ka pas Clay, po nështë është kjo. Për provojmë edhe në hupë shumë jemi në pyetjen e tetë. është, po. Edhe pse mund me kom mashtërem këtë, jo mirë. Muhammed Ali, shkojmë në pyetjen e 9. Cili muaj është muaj kallënor? Dhjetori, qershori, prilli apo janari? Kallënor, muaj. Janari mësë është? Jo, se kështu me kallënor s'lidhe s'kam. Jo, janari, s'mundet me kom, nashta janari veç. S'ka edhe nëse nuk kam lidhje, se di që i kanë përmen kallënore gjasi. A shkojna me prillin, hajde, të provojmë. Jas, janari mire ke pas të, po pse se bon janari. Jena 8 pyetje ke ditë, falenderit shumë, 8 përgjigje, vërtet, të falenderoj shumë. Edhe sukses edhe hera tjera. Natën e mirë, gjithë mirët. Falenderit shumë. Në respekt, ishte me ne Fatmir Aliu, që në falenderoj shumë. Të ndëruar dëgjues, po shpresoj që po kaloni bukur. Më kanë ikë shumë përshëndetje tuajat dhe jekan nga Facebooku, u largova i mos mund kthehna. Kështu që ju kërkoj falje dhe nuk mund t'i lexoj shkrimet se mu kanë fshit gjithë ato që i keni shkruar. Kemi tashmë linje dhe mikun Bajram Osmanit, cilit i dëshiroj mirëseardhje, përshëndetje, mirëmbrëma. Halo, përshëndetje. Halo, përshëndetje. Mirë se na erdhe, miku Bajram, a jemi mirë si, Mirë se ju gjeta, ndërruar miku në gashe. Po si po kalon ti? Allah, që mirë në Sloveni, kom javë dite. Po shumë mirë. Kuhen se keni në Sloveni? Allah, ne është që të dhe të konë në zetë të konë rëjtë. Po në zetë, ka njëherë për nësë për në pëlqenë kush ftaft, këta po thojnë ftaft, ju në zetë, qa me bo? Jo, këto na shqyqërësës më në më përzin këto punë e qaj zetë. Ja, është vërtet. Po, a jenë puna në shpe si tash, a ku je? Jo, në shpeja më në punë e kumë përfëndue, më nuk kam e punu veç, tash nëse në Gjermani thojnë Arbajcan, në Kosovë thojnë e në të punësimit, këtu në Sloveni thojnë Zavad, edhe jam qatonë në Erdej. Zavad, a një mirë? Edhe këtë metë mujnë 7 dhe përfundej edhe për Kosovë. Shumë mirë, shumë mirë. Inshallah veçë një mirë. Se na bën shëndet të sabër dhe qatë. Po, mërë që shja, kësmet. Po ta që me përshëndet të vjellën dhe gjusit. Falemderit shumë. Kur po kena ku edhe se po kena mundësi, po hina po. Po, me kënë... Par këtu hëm po kalojna ku. Vërtet në vjen mirë. Edhe mirë edhe më ndëgjus edhe me ty. Falemderit shumë, shumë. Edhe ata parafos që ka kënë që të përshëndes, kush kësa ka pas mundësi me nga të regu nej. Normal. Dhe mora nej ndodhija, nej sana, nej. Po, te në kësjel në i Barceleta, në i anekdota, diçka? Për shumë, dhe vlasë një shkojnë në pyllë me prej dhe drunë, thëtë, këtë nërës ka pas traktora, këtë asha me ato farë si ka mojtë edhe morën me pejle, me ko shkojnë, edhe kërë prej, thujnë, në arëzohet li se bjën prue lidhen,
kjo atletare në altë atje dhe kjo të pila së të rëzohet lisë dhe ngri me pile me krejtë dhe mytë. Shkon atje nga të thët. Edhe aja ta në kanë gorë pile ka me të gojë hapë të që dhe të dhe nga ka rëzo lisën edhe po kesh. I ka thonë me siguri po. I ka thonë leqe s'po quat, po edhe po kesh. Dhe në migje këm posë, kjo është vërtet, është pak kona ekonomist, kjo është edhe për tritë dhe kjo është edhe thonje shumë e mirë. Ku këtë nërë kërë kanë shty pasullin e kanë rejme druna me edhe ato nona jame me konot janë kom pas vlasnik, ta me gjallarët e mim me bobe. Edhe a thët, mbledh në kokrat mos leni kërkun ku, as në kokër mos leni kërkun. Edhe në nusë e reje, se shkon pasardh, në atë kohë, qka është kë, qka u i ka lujtën, po qka është një kokër këtë. Edhe aje nin, edhe t'i këthej, thët, unë falë pak se është shpreja, mo, shumë e ranë. Thët, kokra të luhet nona ose merë vesh. Se që a dhe vletë edhe këmetin, që asojt voglës, Normal, na nuk i vlerësojmë se e ke pashe me siguri po, edhe Slovenia edhe gjithë konë në Evropë vlerësohet një cent, po e ka vlerë. Po që në cent vëlloj për në cent ta thënë 5 euro nëse 10 euro në Shqishanë, se aja është do të... E të në Kosovë ke po 5 cent, nuk i përdorin, ti mdejnë 5 cent, ja ti len, ja ti merë ma shumë, po kryesore nuk i këthen. 2 cent, 1 cent s'ta këthejnë, asë nuk ta marrin. Në Kosovë jena në rishë. Ma të pasur na jena se Evropianë. Shala zote hajra. Amin. Faleminderit shumë, Miku Bajram, a ki edhe diçka tjetër? Vështë pata që më përshëndet ju dhe gjusit, dhe më të vënatë mirë. Faleminderit për emisionin, unë në shpërndarje e bona. Shumë faleminderit edhe për shpërndarje, edhe për inkuadrim gjithmonë, të rrej gjithë mirat, ty një mbrëmje sa më të bukur. S'po të shkakua se tash nuk për jam të i përnu që të në panes, i kam edhe dhe kontrola, dhe të përbajam ka më shkua për të Kosovë, tani për fundë. Po mirë. Okej, s'po të marrë ku ma shumë për shumë dhe gjusit, për shumë të styllën dhe gjuzit gjithë, ju rrej një notë mirë, Natën e mirë edhe juve, kaloni bukur edhe në vazhdim. Shumë faleminderit, respekt. Faleminderit, gjithashtu që. Ciao. Ishte me ne Miku Bajram Osmani që në falenderoj dhe i uroj qaste të bukura me Radio Vlera dhe në vazhdim. Qaste të bukura gjithë juve që po qëndroni bashkarisht me ne të ndëruar dëgjuesit, të shoha kemi ndonjë përshëndetje në ndërkohë nga dëgjuesit. Në është edhe poetja Elmia Ajozi, që në përshëndes dhe ju rej qastet bukura, miken, gjithashtu Manushaqi Ismaili përshëndesim, edhe ju rojmë një mbrëmjet bukur, muja është në shëqërime në përshëndes, gjithashtu Sali Berisha në këtu në Francë, dhe gjithë juve që përshëndëroni me ne në Natashën, që në ndjek gjithmonë nga vendi i punës. Shkojmë me një këngë të bukur nga këngëtarja e Vlera Bardha Brahimaj, ta bëjmë një shkputje të vogël muzikore. Përshëndesim edhe Mikun Smajl, edhe Bardhan, edhe gjithë juve, duke u uruar disponim të këndshëm në vazhdim. Vite te kur me
E ndërshëm këtë potpurika nga shën, nga këngëtarja mirënjohur Bardha Brahima, i cilën e përshëndes dhe i uroj qaste të bukura në vazhdim me Radio Vlera. Një përshëndetje edhe për miken poetën Klara Shehu, që është në shoqëri me ne. Na ka përshëndetur dhe Sali Berisha, përshëndetje nga Antalija, e përshëndetje e pushimet të këndshme atje në Antali. Miku Sali u kënaqe për ne, herë në Kosovë, herë në Antali. Pushime dhe relaks gjithmonë edhe juve atje. Të nderuar dëgjues, jemi pra drejt për drejt në emisionin e rregullt Arktus, ora në studio 21:30. Po ikën shpejt koha. Shkojmë me disa maksima popullore bashkohore, pra. Nga librin Fjalë me rënd, fjalëve thënie popullore ja kom shtuar një thënie tjetër që i shkon kohës, pra një thënie bashkohore. Kur i kam shkruar ka qenë dikon para afër mas pakti, i ka pra 15 vjetë për dikun. Të shohim a ju ka hup aktualiteti apo jo. Një përshëndetje edhe për poetin Qazim Azemi, që është me ne. Dy atlar sërrin në një mullar, e as ma pak në një parti. Me rën e hajni s'mbahet shtëpia, por qeveria. Shkoj qapi të kasapi. A i tha, nuk më kam betur mish për sot, eja nesër. Dikush lumbit, dikush patkojt. As kujt si ra ndërmen të bjerë kalit. Disa hanë me dy lugë, e dikush jagra me pjatë. Dy duar për një kokë, dy këmbë për një kokë e dy duar. Rëna i ka kam të shkurta. Po që do, kur sot askush nuk po ecën këmbë. E di luga që ka vekshi. Nëse ka hy luga brenda, s'ka mbetur asgjë. Ai që dëgjon nënën, ai që se dëgjon nënën e dëgjon njerëken. Ai që se dëgjon njerëken, as nënën e dëgjon gruan. Shtri këmbët se sa ke jerganin. Disa nuk kanë këmbë, sa kanë jergan. Hypset vrava, zdrypset vrava. Mos ja leni armën të marrit. Dardha ka bishtin prapa. Kur qëllon dardha e mirë, nuk ishtë jetë bishti. Dora thatë, s'ka mi fatë. Por, kujdes, veç pak së miku, Dora e thot s'ka mi fat, do bi, por kujdes të ty në dhëmb e të ri. Kush punon, gabon. Nëse është kështu, kosovarët janë populli me i pa gabushëm në Evropë, sepse mës shumëti të papun ka atje.
Mos u aqet njerëzve i ndyren, se e humb fytyrën. Ma mirë me ditë se me pas. Kush ja vlerëson sot diturin fukaras? Paraja barë për ditë të zezë. Parat për na duhen për çdo ditë për besë. Qenjë i but i thith 2 nana, qenjë i egër i thith tana. Gjeli që e han pullat duhet përri. Ma mirë se sa pullën, se ai nuk bën vej. 3 herë mat e 1 herë prej. Mos prej asnjëherë, nëse nuk e pej. Shkolla njeri nuk të bën. Për ata shumë nxënës e kanë lënë. Punëtori e han dynjan, matrapazi e han paran. Mos e pyet se të tregon vetë që është deputet. Ku hyn drita, nuk hyn mjeku. Mjeku hyn ku del leku. I njomi pranë të thatit digjet. Kështu është derisa korrupsioni nuk hiqet. Me hajni askush s'është bërë shtëpi. Dokëra. Shkoni pyet një herë në ministri. Ujkuqime në ndron, por zakonin se harron. Sistemet shkojnë e vinë, a i gjithmonë në frën. Mirë pitja që pret mazën e kujshis. Edhe më keq, kur ajo vjen prej Serbis. Ishin disa maksima popullore, bashkohore të shkruara nga unë, marrë nga librim, fjalë më rënë, aforizma dhe vargje satirike. Ju falenderoj për vëmendjen. Të shkojmë Miku Bajram Osmani thotë të lumë për këto thënie shumë të bukura fjalë me vend. Faleminderit Miku Osman. Një fëmi thot kështu, deri në moshën 6 vjeçare kam menduar se kam emrin mos e prek. Gjithmonë t'i thon mos e prek ato, mos e prek këto. Përpara ka qenë kështu se tash fëmija kanë drejtë absolute. Éviter les ennuis. Do të evitojmë gjithsesi edhe këtë publicitet dhe do të shkojmë me një këngë bukur në vazhdim. Të shohim ju pres të dashur dëgjues, ju pres të kontaktoni, jemi drejt për drejt, do jemi edhe një 20 minuta këtu bashkarisht me ju.
U rikthem pas kësaj këngë të bukur, jemi drejt për drejtë në radio Vlera në emisionin e rregulltar këtu së Shtuna Gazmore. Po shpresoj që po kaloni bukur. E tregoj anekdotën për Nastradinin dhe Gomarin. Fatmire, e gjeta dhe poezinë që jam frymëzuar nga ajo anekdot, e cila është brenda kopertinave të librit tim, Fjalë me rënje, dhe të lexoj për juve në vazhdim. Kujt i beson? Nastradini në borë e dëgjoj një zë. Doli shpejt e shpejt, kush po thret me po? A u qove Nastradin, thafqiu para dere, që mirë të solli kojshi, shkërkon kësaj here, ti vlla Nastradin Muhammadin halin, me duhet për pun, ta kërkoj Gomarin. Ti e di kojshi, kur nuk ta kam dal, por sot së është këtu, e kam lëshuar në mal. Përshër Gomari, politin nga shtëpia, Nastradinit i drejtohet me zemrim kojshia. Pse më thas është këtu? Në mal ka shkuar Gomari, ja dëgjova zërin në stall që palli. Nastradini tha komshis, qesh në drejq si hu? Ti apo i beson Gomarit, apo më beson mu? Nëse fillova me lexu sonte këtu, do të shkoj edhe me një poezi, një ngjarje vërtete që ka ndodhur në fshatin ton, me një hoqë dhe do të lexoj edhe këtë poezi për një hoqë. Para shumë vitesh vdiq hoxha në fshat. Njerëzit ranë hall Ramazanin gat. Kush e këndon me vludin? Kush na këndon taravi? Me në fund të zgjodhen për imam një haxhi. Filloi Ramazani si që është zanat. Hoxha ndronte konakun në katund për çdo natë. Me pite i shtroi të psia, me mish i vinte sahani, por kot hoxhës plak nuk i shkon të zani. Një natë pas i mbaroi, hoxha Allah Ekberin ula afër sofrës që t'ja bënte nderin. Nga fundi i odës erdhi një zej holl, ne po të mbajmë si pëllumb, ti po këndon si sor. Falënderit edhe për vëmendjen e të nderuar dëgjues. E ka shkruar, na ka sjellë edhe një barcolet, Fatmira Aliu, thot një mësues e pyet Benin. Nëse ke në xhep pantallona 20 euro, e në xhepin tjetër 30, sa janë? Beni, atëherë nuk janë pantallonat e mia, dhe shoku mësues. Faleminderit Fatmire. Ingrati s'ka pas lek, çfarë 20 ershi, as 30 ersh fare s'ka pas. Përshëndetje edhe për miken poetën Violeta Maksuti, që është me ne. Shkojmë edhe me një këngë të bukur në vazhdim nga këngëtarja Bardha Brahimaj.
Dëgjues të nderuar, po shpresoj që edhe ju po kaloni bukur. Jemi krejt ka fundi i emisionit. Do shkojmë edhe me një këngë të bukur që përshëndes gjithëve që qëndruat me ne. Më shpresoj që keni kaluar i bukur, duke ju uruar gjithmonë edhe një të diel të bukur nesër. Do shkojmë edhe me këtë këngë me të cilën ju përshëndes gjithëve dhe ju falenderoj që po qëndroni me Radio Vlera. Flamuri valon das masot me këngë fillon Nanës zemër i regëzimi djalin sot po e marton Hajden valle mos u ndal Tupan zemrën po e kallë Nuse vëndër dorë për dorë Kjo dasë s'ka me u haru kur Krushit vin me këngë dajre O bori blot me gaze Nusja vjen si dritë në brak Si një yllë me bajrak Hajden balle mos u ndal Tu ban zemrën po e kall Nuse vëndër dorë për dorë Që da s'ka me u haru kur Të dashur dëgjuese, këtu po ndahemi me ju. Më shpresoj që keni kaluar bukur, duke uruar një natë bukur qetë dhe duke lërë takim nesër mbrëma në orën 20. Bashkë miru takofshim. Natën e mirë të dashur, bashkë ata. Shoke miq, rreth e rreth Kjo natë s'vjen dy herë Një qeshin zemrat pa mbarim Kejt po ndajnë këtë